Shkalla e publikimit dhe pjesëmarrja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme mbeten në nivelet pakënaqshme. Këto janë vetëm disa nga konkluzionet e raportit të Gjykatës Evropiane të Llogarive për vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që nëse vendosim në kontekst pozicionin e vendit tonë në indikatorët thelbësor që përcakton Bashkimi Evropian, konkurrueshmëria dhe po të shohim në tabelën e konkurrueshmërisë pozicionin e vendit tonë, nëse në mesatare kontratat me një ofertues të vetëm përbëjnë 32.3% të kontratave në vendet e Bashkimit Evropian, për Shqipërinë ato janë masën 23.5%. Dhe nëse në pasqyrën e përgjithshme të shteteve anëtare janë një grup i madh vendesh që fillojnë nga 57.4% e zbresin deri në 35.8%, Shqipëria është midis tyre dhe vendeve si Suedia 22.9, Gjermania 22.6, Finlanda 20.3, Franca 20, dhe vendi ynë është mbi këto me shumë pak, pra 23.5%.